Në lagjen Kantier, në bashkinë Cerrik, rreth 6 vite më parë u ndërtua një park lojrash që kishte për qëllim të shërbente të gjithë fëmijëve të zonës. Megjithatë, 2 milion lekë të reja investime janë shkatruar gjatë këtyre viteve. Sot, sipas banorëve, fëmijët detyrohen të luajnë në rrugë, pasi edhe fusha e basketbollit përmbytet sa herë që bie shi. Rregulluar ky kënd. Po është rregulluar, ja u shkatrua. Sa vjet kanë në këtë gjendje? Ka një 50.000 e sini. Ka 5 vjet që po e bën ashtu si. Sa kanë lojë është aje. A keni juve shqetësim të si banor të Po zonë? kalamajnë dashtë. Se s'kan ku të lozën, shqisi është bushur me ujë. Ruaje. Në këtë gjendje kaq të? Në këtë gjendje, kaq të mirë ka. 5 vjet s'kan ku luajnë kalamajt. U prish atëhere me fëmijët, e tash i kanë ngelur kështu. E kujt është përgjegjësia sipas jush motor? Po fëmijët s'ka përgjegjësim ndaj fëmijëve. Për fëmijët janë adoleshentë. Kush duhet të ndërhyjë tash këtu në këtë rast? Pra bashkia duhet të ndërhyjë të bëjë këndin e lojrave, të mblidhen kalamajt, të argëtohen atje. Ku e kalojnë kohën e lirë kalamajt tash të ju? Rrugëve e kalojnë.